mishit të griri qofteve, për mi qofteve që ne lam më njanë, sigurisht që do të shihni në recetat të tjera, por si do të kujdesemi për të, që të mos prishet edhe të mos na shkoj dëm, do t'japim ato formën e qofteve. Pra, për të ruajtur në frigorifer, Erën tjetër, mund t'i bëjmë me qull, mund t'i bëjmë pilaf, me patate, çfarë të kemi ne oreks. Mjafton që t'i ruajmë siç duhet. Një gërshër, e kam këtu gërshërën, edhe. Që t'i presësh në kafe, për t'i që ka tjetra këtu. A e disa gjëra kam më këtu? A e disa gjëra kam më këtu? Ju nuk e keni iden. Kuzhinës. Merë dhe thikën, se mund t'na ju në punë dhe thika për t'i prerë. Pra, i kemi mbuluar me një letër tjetër kuzhinë sipër, me një letër pjekje. Dhe ja. Përfunduam në ngrirje tani siç janë. Kemi ruajtur, nëse e mbani mend dhe ju kujtohet, edhe domatet në verë, në këtë formë, i kemi prerë në disqe, siç janë bërë qoftet, dhe i kemi vendosur në ngrirje, ato që ndrojnë ashtu. Ja. Letra sipër, direkt në ngrirje, dhe ju e keni shumë kollaj më pas për ta shkrirë, sepse nëse do ta ngrinim siç ishte mishi i grirë, do na duheshe më tepër punë, po edhe struktura nuk do të ishte njësoj si që kemi vepruar në këtë mënyrë. Pra, nëse do ta shkrin mishin, do ta punonim përsëri, do ta linim të qetësoheshe për t'i dhënë formën e qofte dhe ishte avans tjetër. Kurse kështu, siç është, në ngrirje i marrim dhe pastaj i fusim direkt në pjekje apo në skuqe. Unë po i vendos në ngrirje dhe sigurisht do të kemi mundësi të tjera. Pra, ne nëse e punojmë, ne duam që brumin ta marrim ta vendosim në frigorifer 30 minuta. Pra, ne këtu të këto qoftet, ne nuk kemi nevojë ta vendosim 30 minuta, sepse janë në ngrirje. Pra, në momentin që fillon dhe shkëputet nga letra, atëherë ju vendosni avash, në sa gradë? Në shumë pak gradë. Tek 150, dhe ato të bëhen kështu të shkrifta, të buta, pjesa e sodës, ajo ujë gazuar. Po, i bëjnë efektin e tyre. Nuk do flas më.